Kryeministri Hristijan Mickoski gjatë ditës së sotme i është përgjigjur liderit të opozitës maqedonase Venko Filipçe, i cili të martën deklaroi se vendi ka stagnuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi se këto vlerësime nuk qëndrojnë dhe se qeveria po vazhdon me realizimin e reformave dhe përmbushjen e obligimeve evropiane, duke sjellë progres konkret në procesin e integrimit. Në këtë kontekst, ai ju referua edhe raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Thomas Vajc, i cili tha se ka vlerësuar se vendi ka shënuar për parim dhe se po realizon reformat konkrete. Sipas Mickoskit, kjo është dëshmi se rruga evropiane e vendit po vazhdon, ndërsa qeveria mbetet e fokusuar në agjendën e reformave dhe në përmirësimin e standardit të qytetarëve, ndërsa akuzoi LSDM-n se në opinion po përhapë gënjeshtra. Gjithashtu edhe deklaratën e Vajcit e interpretonin në mënyrë të ndryshme, por ai doli dje dhe sqaroi shumë qartë atë që kishte për të thënë, prandaj paralajmëroi që në çdo konferencë për shtyp dhe çdo deklaratë që vjen prej tyre të merret me rezervë. Kjo është një parti politike që në këtë moment nuk po lufton për qytetarët, por për udhëhecinë aktuale brenda partisë. Kjo është strategjia e tyre politike. Mickoski komentoi edhe nismën e frontit evropian, respektivisht BDI-s, për mbledhjet e nënshkrimeve për nisjen e procesit për ndryshimet kushtetuese. Ai tha se BDI duhet të punojë për problemet që ka me kuadrin dhe programin në parti, ndërsa shton se çështjet shtetërore i zgjidh qeveria. BDI kishte mundësi të bënte ato kur ishte në qeveri, 20 vjet ishte në qeveri, kështu që mendoj se BDI ka problem me kuadrot dhe programin. Unë do të sugjeroja që ta zgjidhnim problemin me kuadrot dhe programin, ndërsa problemet shtetërore do t'i zgjidh qeveria, që ka legjitimitet nga qytetarët. Kujtojmë se Fronti Evropian të hënë njoftoi për nisjen e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese, nga ku deputeti Blerim Bexheti tha se kjo çështje i tejkalon interesat partijake dhe se është e thelbësore për orientimin strategjik të shtetit.